Rrjeti rrugor rural në komunën e Tearcës ka një kohë që është nënshtruar një procesi rehabilitimi. Këto punë bien në sy dhe në fshatin Odër. Aty komuna e Tearcës në koordinim me Bashkinë Vendore i kanë dhënë prioritet përmirësimit të rrugëve në zonat që kanë më shumë karakter jetik dhe frekuentohen për gjatë gjithë kohës. Këtu bëhet fjalë për ndërhyrje në rrugën kryesore të fshatit Odër, e cila lidhet me rrugën kryesore Tetov-Tearcë-Jazhinc. Por cili është opinioni i kryetarit të komunës e Tearcës, zotit Isen Hasani, për këto iniciativa, të cilat do të vazhdojnë për një kohë të gjatë? Bëhet fjalë arteria kryesore nga rruga regionale Tetov-Jazhinc, rruga kryesore preke përmendorja deri në qendër të fshatit. Neve jemi duke punuar, duke bërë trasimin e rrugës për fazën e parë që kërkohet nga ana e komunës për përgatitjen e terrenit për asfaltimin e kësaj rruge në afat një vjeçar. Kjo rrugë do të asfaltohet në bashkëpunim komuna me Bankën Europiane për investim për komunat rurale, gjithësisht vendbanimet rurale. Për restaurimin rrënjësor të rrugëve rurale në atë zonë u deklarua dhe kryetari i Bashkisë Vendore, zoti Mejid Fejzuli. Qëllimi është për pastrimin e kësaj vijës, për shkak se ujti këtu në depërton në asfaltin e ri, edhe mësaj mos dëmtohet mbrenda kohës, ujti të kalon në vijën e Shprazit. Në fshatin Odër të komunës e Tearcës shumë punë janë koordinuar mes komunës, Bashkisë Vendore dhe ndërmarrjes për realizimin e këtij projekti Urban Plan. Kjo ndërmarrje do të merret edhe me ndërtimin e 2 hidrocentraleve dhe disa punëve të tjera infrastrukturore. Investime këto, si shton në komunën e Tearcës dhe në Bashkinë Vendore, do të ndikojnë në zbutjen e papunësisë në atë zonë.